Richard ishte i bindur se donte djalë. Kur gruaja e tij lindi një vajzë të shëndetshme, ai doli nga spitali i tërbuar. Mirëpor kur pa diçka në dorën e foshnjës, u detyrua të zbulonte një sekret të tmerrshëm që e kishte fshehur për vitesh. Richard doli me forcë nga dhoma e lindjes. Si mund të jetë jeta kaq mizore? Ai ishte aq i sigurt se ai dhe Molina e prisnin një djalë e megjithatë mjekët kishin lindur një vajzë. Çfarë duhej të bënte me një vajzë? Ai i bërtiti gruas së tij përpara se të dilte nga spitali. Richard u largua me shpejtësi gjatë natës, duke vozitur në mënyrë të pamatur rreth kthesave të rrugës. Ditën kur testi shtatzani zbuloi se ai dhe Molina do të bëheshin prindër, ai mezi e mbante emocionin. Fillimisht ai mendoi se sekreti i thellë i errët që mbante brenda ishte diçka të cilën ai e kishte trajtuar. Tani të gjithë ndjenjat e frikës kishin filluar të zvarriteshin përsëri në jetën e tij. Nuk e duronte dot mendimi se do të humbiste sërish një vajzë. Dua një djalë, kishte thënë Richard gruas së tij. A mund të mbante emrin tim dhe atë të babait tim? Jam lutur për një djalë dhe thjesht e di që dëshira ime do të realizohet. Molina thjesht i buzëqeshit të shoqit. Për të nuk kishte rëndësi se çfarë gjinie ishte fëmia i saj. Ajo thjesht donte të bëjë nën dhe ishte sigurt se Richard do të ishte një baba shumë i mirë. Të nesërmen çifti ndau lajmin e mirë me nënën e Richardit. Për Molinën, vjehra e saj ishte gjëja më e afërt që ajo kishte me një nënë. Nëna e saj vdiq kur ajo ishte në adoleshencë të hershme dhe ajo kur nuk kishte një marrëdhënie të mirë me babain e saj. Në Sarën ajo kishte gjetur ngrohtësinë e nënës dhe i besonte shumë. Në muajt që pasuan të tre ishin të mbushur me emocione. Richard filloi të përgatiste dhomën për fëmijë me njëherë. Edhe pse Molina donte që muret të lyeshin me të verdhë të ndezur, ai anuloi vendimin. Djali i tij do të kishte një dhomë tradicionale blu të zbukuruar me makina dhe motocikleta garash. Ai fliste shpesh që të dy të shkonin për peshkim, por më së shumti duke marrë me motor për xhiro. Sara ishte pak e shqetësuar për fiksimin e djalit të saj për të pasur një djalë, por Molina i siguroi atë se ai do të ishte po i njëjti nëse ekografia zbulonte diçka tjetër. Çifti pritej të shkonte për një skenim pas 2 javësh dhe Richard tashmë kishte pastruar orarin e tij të punës për të qenë i pranishëm. Doktori kishte një lajm të mirë. Foshnja ishte në gjendje të shkëlqyer shëndetësore dhe gjithçka po zhvilloi me ritmin e duhur. Për fat të keq, kordoni i kërthizës ishte në një pozicion të tillë që nuk mund të zbulohej gjinia e foshnjës. Molina e ndjeu fort në shpirt se po priste një vajzë, por Richard vuri bast me të dhe mjekun se ishte djalë. Ata do të kishin një skenim pasues të planifikuar për 4 javë. Edhe pse Richard ishte mjaft i investuar në shtatzani, puna e tij e mbajtja të shumë të zënë. Molina dhe Sara e shijuan kohën që kishin për të përgatitur për fëmijën. Sara, duke qenë me përvojë nga jeta e saj, thurte disa xhaketa dhe çizme për nipin e saj. Pavarësisht kundërshtimeve të djalit të saj, ajo zgjodhi një lesh të bukur të verdhë të ndezur, të përshtatshëm për të veshur si nga një vajzë ashtu edhe nga një djalë. Një mbrëmje ndërsa Molina ishte tashmë në gjumë, Sara pati një bisedë serioze me të birin. Ajo i tha atij se kur ishte shtatzën me të shpresonte të kishte një vajzë. Në atë kohë ata nuk kishin akses në ultratinguj për të parë gjinin. Ditën që ai lindi dhe mjekët i dhanë një djalë të bukur, ajo ndjeu disa sekonda shkënjim. Mirëpo në momentin që e mbajti në krah, e dashuroi me njëherë me gjithë zemër. Ajo nuk do të ndëronte me askën në botë ditën kur ai u martua me Molinën. Ajo mori vajzën më të përsosur për të cilën mund të kishte shpresuar ndonjëherë. Kështu që Sara i kërkoi djalit të saj të mos ishte kaq i fiksuar pas një djali, sepse në fund të fundit, pa marrë parasysh gjinisë së fëmijës, janë një bekim dhe më me rëndësi është të jenë të shëndosh. Pavarësisht se Richard dëgjoi gjithçka që ajo tha, ajo nuk mund të binte atë se cila gjini do të ishte një bekim. Detyrimet urgjente të punës e çuan Richardin jashtë shtetit kur u bë ekografia e radhës. Duke mos dashur që nusja ta kalonte vetë këtë proces, Sara ishte në krah të Molinës kur mjeku konfirmoi se ishte pothuajse i sigurt që ata prisnin një djalë. Si Molina ashtu edhe vjera dha një përshëretim të lehtë. Richard ishte gati për të marrë surprizën më të mirë të jetës së tij kur u kthye në shtëpi të nesërmen. Ditët dhe javët që pasuan ishin të lumtura siç pritej. Richard nuk mund të përmbante lumturinë e tij duke i ditur se ai ishte gati të bëhej baba për djalin e tij të shumë pritur.
Kur kontraktimet e Molinës filluan një javë para datës së saj të lindjes, prindërit e emocionuar nxituan në spital. Ajo filloi lindjen dhe brenda pak orësh lindi një fëmijë të përsosur dhe të shëndetshëm. Megjithatë, doktori u kthye dhe shikoi Richardin. "Më ke borxh $100. Në fund të fundit kisha të drejtë. Urime, është një vajzë." Babai përplasi derën dhe u largua. Askush në sallën e lindjes nuk e kuptoi pse babai i ri doli me forcë nga dhoma. Molina nuk ishte përgatitur për atë që sapo kishte ndodhur. Ajo kishte menduar se Richard do ta donte fëmijën pavarësisht se çfarë por kishte gabuar. Mjeku i habitur thiri vjerën e saj në dhomën e lindjes, ndërsa ata mbaruan me të dhe foshnjën. Kur Sara hyri në dhomë, pa nusen e saj duke qarë për vajzën e vogël më të çmuar. Sara si një nën ishte tetë e mërzitur. Djali i saj ishte i paarsyeshëm dhe qesharak. Ajo doli në korridor dhe thiri në telefon, por ajo shkoi direkt në postën zanore. Për herë të parë në të gjithë jetën e saj, ajo turpërua dhe u zhgënjye nga djali i saj. Ajo u zotua të ndihmojë Molinën me mbesën e saj dhe u angazhua për t'i ofruar mbështetje dhe dashuri të pakushtëzuar nuses së saj. Kur Molina dhe Sara dhe Kristina e vogël u larguan nga spitali 2 ditë më vonë, nuk kishte ende asnjë shenjë apo komunikim nga Richard. Ata shkuan me makinë në shtëpinë e tyre me shpresën se njeriu që të dy donin do të vinte në vete, por prioriteti ishte që Molina të pushonte dhe të përshtatej me amësinë. Sara madje u zhvendos në dhomën e gjumit të rezervë të shtëpisë për të ndihmuar nusen e saj me mbesën. 2 ditë më vonë Richard u shfaq papritur në shtëpi, por vetëm për të paketuar një valixhe. Molina qau me zë të ulët, ndërsa shtriu vajzën e tyre në dhomën e foshnjës. Papritur mes lotëve, ajo vuri re një shenjë të çuditshme në gishtin e vajzës së saj. Duke fshirë lotët, ajo kapi dorën e voglushes. Ajo nuk u besonte syve. Në atë moment, Richard po kalonte pranderës së dhomës së foshnjavës. Ajo ka të njëjtën shenjë si ti, përshpëriti Molina. Richard hezitoi te dera, më pas shkoi drejt shtratit dhe shikoi dorën e voglushes. Aty ishte e qartë si drita e ditës, shenja e lindjes në gishtin e unazës, dukej si një duplikat i tij. Ndërsa hoqi unazën e tij të martesës, ai mund të shihte se shenjat në formë zemre ishin ndeshje perfekte. Richard shpërtheu në lot duke rënë në gjujë. Ai tha Molinës se nuk mund të humbiste një vajzë tjetër. "Çfarë do të thuash me një vajzë tjetër?" Molina nuk e kishte iden se për çfarë po fliste, pasi kjo ishte shtatzania e saj e parë. "Nuk kam folur kurrë për të", ka rrëfyer ai. Kur sapo kisha mbaruar shkollën, rash në dashuri me një vajzë. Ajo mbeti shtatzën, por e dinte që prindërit e saj nuk do ta lejonin të kishte dhe ta mbante fëmijën. Ajo mund ta fshihte shtatzanin pothuajse deri në fund. Asnjëherë nuk u tha prindërve të saj se unë isha babai. Duke shkuar në lindje, ajo më bëri të premtoja se do të qëndroja larg derisa t'i binte ata ta mbanin fëmijën tonë. Si ajo ashtu edhe vajza vdiqen gjatë lindjes. Ai shpjegoi se ky ishte arsyeja pse Richard nuk donte një vajzë. Ai nuk mund të shkonte as në varrim dhe kishte luftuar për një kohë të gjatë për të pajtuar me vdekjen e tyre. Ai nuk mund t'i tregonte as nënës së tij se çfarë kishte ndodhur. Në prag të derës, Sara dëgjonte me lot në sy. Tani për herë të parë ajo kuptoi pse djali i saj ishte larguar i dëshpëruar shumë vite më parë. Vetëm kur u takua me Molinën, jeta kishte filluar të merrte sërish kuptim për të. Të katër ata ulën atje në dhomën blu të bebes, vetëm duke qarë dhe duke u përqafuar me njëri tjetrin. Richard pëmbante Kristinën dhe lotët i rodhën në përfaqe. "Më vjen shumë keq zemër. Unë premtoj të jem një baba i mirë", tha Richard Molinës. "Dashuria ime, a mund të më falësh ndonjëherë?" Molina shikoi burrin e saj dhe vajzën e çmuar, më pas buzëqeshi. "Ka vetëm një kusht", tha ajo. "A mund ta lyem akoma një dhomë të verdhë?" A dini histori kur burrat kërkojnë të kenë djalë dhe zhgënjen në rast të lind vajzë? Na thoni në komente mendimin tuaj për këtë dhe historinë që sapo treguam. Me shpresë që ju pëlqeu kjo video, ju ftoj të bëni subscribe kanalin.